e fermerëve. Peshkopia, me gjithë respektin, është shumë e vogël, ndërkohë që Dibra është shumë e madhe. Dhe pasuria e Dibrës nuk është ke bulevardi, as ke hoteli i mikut tim, as Street Kokfortit. Pasuria është tek këto toka, tek këto male, tek bujqësia, tek turizmi. Aq më tepër që tani rruga e Arbrit i sjell të gjithë këtej. Kur e thosha unë, thoshin ky s'ka për të bërë rrugën e Arbrit, jo më të shohim ne që të vinë njerëzit te. Ndërkohë që sa ka shku çmimi i tokës në anë të rrugës? Jo që ka shku, po dhe se shet njeri. Ndërkohë që deri dje mund ta meshe për i copë buk, po nuk e donte njeri. Atëherë kjo është pasuria. Tani si lëvizim ne këtu? Lëvizim me paketën e maleve, miqtë e mi. Të vinë ata që janë në Tiranë, e pam një të lindur aty, ke Temla, Bulqiz. Ikur në Tiranë, jetuar në Tiranë, edhe kishte ardhur dhe po bënte agroturizmin atje. Por edhe ata që janë jashtë, të vinë, ta shfrytëzojnë paketën e maleve, dhe e kemi thënë dhe përsëris 500 parët që do marrin lejen, do jenë 10 vjet pas i taks. Është në ligj, është e shkruar, duhet të jeni aktiv. Dhe nga ana tjetër bashkia duhet të krijojë sipërmarrje në fshat. Sipërmarrje për qershin, sipërmarrje për mollën, sipërmarrje për grumbullimin, sipërmarrje për përpunimin, sipërmarrje që njerëzit në fshat të krijojnë mirëqenie. Jo të mbijetojnë me 2 dhë dhe 3 dele, po të krijojnë mirëqenie. Që dhe të rinjt thonë, ore, po unë po shkoj atje. Pse të rri në mes të tymit, e në mes zhurmës? Edhe ka marru juridik. Po s'ka më vend për mu, të shkoj atje. Të bëj prokopi me tokën e babës. E të mësoj nga baba sa është baba akoma gjallë, e të vazhdoj vetë, por ama të bëj prokopi, jo thjesht të mbjetoj. Dhe kjo është e mundur. Kështu që unë po e kaloj fjalën Dhimo se kur është Dhimo prezent, nuk e mbyll unë, e mbyll Dhimo pjesën e udhëheqjes. Pastaj patjetër që nëse ka pyetje, jemi këtu për t'i dhënë përgjigje. Shoku Dhimo. Atëherë, zoti kryeministër, unë vajta disa vjet e kjo punë dhe në Dibër e shikoj ndryshimin që është real. Është real sepse këtu ka modele që janë ferma të nivelit evropian. Këtë e them me krenari, është punë në bujqësi dhe në blegtori. Atëherë, nga kontaktet që unë kam me ministrin kemi ardhur 4-3 herë, unë kam marrë disa herë të tjera, por kjo nevoja e bashkimit nuk ka lind më si imponim se i vut ju kusht kryetarit bashkisë. Jo. Këtë ma kanë thënë fermerët në takime vetë. Në qoftë se këta nuk do të jenë faktor në treg dhe të kenë markën e tyre atë që thanë qershin e Dibrës, këta në treg çdo vit do jenë drejt degradimit. Pra, në pika e grumbullimit që bashkia unë e pash ambjentin, fola me shoqatën, me grupin e fermerëve që janë bashkuar, mbas kësaj u ula me fermerët e mëdhenj, të cilëve u thash u duket vetja e madhe, po një pikë në oqean jeni. Nuk e bëjmë ne çmimin e tregut të qershisë sot në rajon, pa diskutim që jo. Po në Shqipëri, Dibra e vendos çmimin e qershisë, duke qenë bashkë. Dhe kjo ka lindë, ma kërkuan këta, mua dhe kryetarit bashkisë dhe deputetësit dhe drejtuesi politik pasi mbaruan takimin. Këto janë fjalë të sinqerta që dalin nga mua dhe unë ditë gënjej për këtë gjë. Dhe përfundimisht e ulëm dhe unë u binda që kjo gjë do të bëhet. Tani çfarë ka ndodhur në Dibër, zoti kryeministër? Dibra gradualisht po ikën nga qershia tradicionale që është mbjellë në distancë dhe jo me teknologjinë bashkëkohore, siç e shikoni. Pra,
Kjo është teknologji bashkëkohore, me në shartes, me kultivar të hershëm, të mesëm dhe të vonshëm, ku çdo gjë kontrollohet me sensor, me një stacion që është atje, toka thret sensori dhe thot, veip më duhet ujë, dhe veipi shkon ujë gjentish dhe kemi afuzin me adatin malor në bashkëpunim me Gizin dhe me një shoqat franceze, të cilët i asistojnë. Pra, veip dua të spërkatem se kam probleme me kromën për insektet. Pra, dua të them që teknologjia sot është teknologji bashkëkohore për shumë fermerë. Dhe kjo bën që unë të kem besim që kjo punë do të vazhdoj. Dhe tjetra që është më e rëndësishmja, unë mendoj që në skemën mbështetëse, e tha ministri, por unë do ta përsërit një çik më qartë. Arsye pse? Pra, pajisjet që i duhen fermerit, blektorit, nga stani është pika më delikate jona. Pra, mile delja, dhe problemi nuk është deri te qumështi që hidhet, po qumështi hidhet në kovë, ku hidhet dhe nga kova deri sa shkon te fabrika e përpunimit. Ky është problemi që ne e kemi markuar. Pra ne e kemi bërë këtë paket, ku fermeri merr kovën, bidonin, tankerin, ftosin, panelin, deri sa e çon, dhe këtu merr 50% të vlerës. Për stanet është 70% e vlerës, për blektor të rinj, siç e tha ministri, është 10.000 euro për të marrë të gjitha këto pajisje, se një djalë i ri që të shkojë me stan atje në Majtmalit, e do dritën, e do televizorin, e do telefonin. Pra e do kushtet minimale, e do abjenin ku të floj, që është që nga kondinjeri. Kjo është me bletër, pra kjo është me blektorin, me bletën dhe me ullirin dhe me vajnë e ullirit. A do hyjnë Bashkimin Evropian? Që të hyjnë Bashkimin Evropian duhet të plotësojmë këto standarde. Dhe standardi prishet në këtë moment. Dhe këto janë hapat e para, pra kjo skem ka këtë përqasje që i përshtatet standardit Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për sa i përket problemit të përfitimit dhe të aplikimit, të gjithë specialistët tanë, në bashkëpunim me bashkitë, duhet me gjithë mend ky bashkëpunim që është deri tani të vazhdojë, që fermerët të shoqërohen, të respektohen, me përurësinë më të madhe dhe të çohen për të aplikuar që të mos ketë asnjë problem për ta, sa do merre me deljen, me aplikimin, me qershin, me mollën. Pra, kjo është një angazhim i joni që do të jemi gjithmonë pranë fermerëve. Dhe mendoj që Dibra e ka këtë mundësi sot, sot dilni dhe bëni këtë gjë në të kund ta kuptojnë të gjithë që nuk do sjellin më, si nuk sollën mandarina më nga Greqia. Sjellin të vonshme kur ikim ne. Pra kanë kuptuar që tregun e kemi pushtuar tregun vendas, po ne eksportojmë 60%, 70% prodhimit. Pra, ju do eksportoni dhe do përpunoni për të rritur vlerën. Përpara kishte dy ministri, kishte Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Industrisë së lehtë dhe ushqimore. Tani ne kemi ecur mirë me Ministrinë e Bujqësisë, po duhet të ecim mirë me këtë industri të dytën që rrit vlerën produktit 3 fish. Po 3 fish. Siç bën Veipi, siç bëjnë të tjerët në gjithë zonën me kumllën. Pra, kjo është një gjë dhe një model që ekzistojnë modelet, që janë standardet Bashkimit Evropian, se nuk është një ëndër që ne e themi zotë kryeministër. Në Dibër janë modelet Bashkimit Evropian, janë këtu. Dhe unë i kam shkerur, i kam parë. Dhe unë me përurësi dëgjoj dhe i mësoj nga këta fermerë. Pra, nëse do ishte një ëndër, hajde ishte një ëndër dhe mendoj, po fermerë të veçantë, unë e them me përgjegjësi si specialist, si njëri që njoh Baltën, që sot në Dibër ka ferma të nivelit evropian që i ka Spanja dhe Italia. Ta ti niveli janë. Dhe në blektori. Kështu që po tulemi bashkë me njëri tjetrin, me sinqeritet, me dashuri me njëri tjetrin, me mirëkuptim, do bëjmë gjëra të mira për fëmijët tanë dhe të rrisim vlerën e vendit. Si do rritet vlera e vendit? Çfarë? Ju po bëj prodhime këtu, nuk do të lani fugonë të rrugëve këtu, po do vinë te pika grumullimi si vinë atje. Vinë te pika grumullimi dhe vendosi çmimi sot, çmimi është kaq. Mbaroi historia. Ai e çon e dorëzon edhe u kry puna. Prandaj unë këto kam për të ndarë me ju, mua më keni këtu, gjithmonë e kam për detyrë dhe prandaj kam dhënë këtë fjalë të shërbej në kjo punë, sa të kem fuqi dhe mundësi. Kështu që ekziston mundësia dhe unë gatshëm dhe kam besim të plotë kjo do ndodhi në Dibër. Faleminderit.
po të